Pas më shumë se 2 dekadash aktivitete në botën e krimit, herë si autor, herë si shënjestër i grupeve rivale, Durim Bami do të përballet tashmë me drejtsinë shqiptare. Arratia e tij në Emiratet e Bashkuara Arabe nuk rezultoi e suksesshme, pasi autoritetet shqiptare në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar arritën të finalizojnë procedurat për ekstradimin e tij drejt vendit. Bami është arrestuar prej tetorit të 2 viteve më parë dhe prej maj 2024 rezulton në kërkim nga SPAK për 4 vepra penale, sigurimi i kushteve dhe i mjeteve materiale për të kryer vrasje, grupi strukturuar kriminal, kultivimi i vimeve narkotike si dhe kryerja e veprave penale nga organizata kriminale. Sipas dosjes hetimore, nga komunikimet e zbërthyera të aplikacioneve të koduara Sky ECC dhe Encrochat, dyshohet se ai ka krijuar kushte për eliminimin fizik të disa rivalëve mes tyre, ish deputeti socialist Arben Doka, si dhe shtetasit Hector Xhexhuka dhe Eriger Semihasi, por edhe vetë Bami ka qenë objekt i sulmeve. Në nëntor të vitit 2020 ai shpëtoi një atentati në tapis të fushkrujës, ku automjeti me cilin udhëtonte u qellua me breshëri armësh. Sipas të dhënave të siguruara nga hetimet, për eliminimin e tij dyshohet se ishte ofruar një shumë që arrinte deri në 1 milion euro. Po ashtu SPAK pretendon se Bami drejtonte dhe financonte një grup kriminal të përfshirë në kultivimin e kanabisit në zonën e Niklës dhe rrethinat gjatë viteve 2019-2021, tashmë me mbërritjen e tij në Shqipëri, vitet që ai të dalë përpara gjykatës për të përballur me akuzat e ngritura ndaj tij.